Ata të tres u shkuan një herë te ky kryetar dhe i thonë, hajde bëjmë një plan, që një ndeshje Tirana Partizani, ta bëjmë një fan zone këtu, një fan zone atje, një këtu, një atje, një gjë këtu të shesin, pra të marrin qytetin në zotërim atë ditë. Kur nuk e bën këtë gjë. Kur merrin gjithë ditën me trajnerin. Kë do fusi sot? Do fusi Gjergjin apo do fusi Vinin? Për çan si ka futi Gjergjin apo puna Manajt? E gjyti Manaj penalltis, e gjyti Manaj penallti. Gjithë do ta kishin numër penallti. Se kishe grita dumën të koka, Fevizion të koka, Gjithë popullin. Gjithë popullin të koka, 8 milion shqiptarë. Ai Manaj më shemori. Po ndisin atë momentum. Manaj, pse Ka përshtypjen që askush tjetër s'ka dashur ta marrë. E vlerësoj Për Kurajo. për Kurajon që e mori ta gjunte penalltin. Dhe ta merrin gjithë me penalltin, por nuk merren që të ndërtojnë një edhe Duka. Nuk merret me këto gjëra, jo. Merret me planin e këto, ligjin e sportit. Këto se atë detyrë ka Në bëjë nivel makro. Federata duhet bëj politika. Ashtu duhet. Është shumë shqetësuese. Ju ti sa veta jeni te kjo te puna e turizmit? Sa hotele jeni që jeni kështu? Shumë. Jo, elitare, 10, 15 që jeni në grup WhatsApp, diskutoni. Këta lobojnë, këta lobojnë. Biznesi privat është më i organizuar se Po biznes privat më është Tirana Partizani, biznesi hotelerisë është më i organizuar se futbolli. Ju i keni bë kaq shumë presion qeverisë, se ajo ka bë të vëshën, se ajo ka bë të vëshën juve? 6%. 6%. Që ju në funditës jeni kemi bërë presion, kemi bërë punë të mirë argumentative. Lobim. Ndërkohë që Ju ndërkohë që futbolli disa e ka të vëshën. Futbolli 20%. Pra ti shkon, çon fëmijë në një program edukativ, sepse futbolli atë funksion ka.